أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. Ashtu siç e kam paralajmëruar, të nderuar, do të flasim për Muharremin, për dhjetëditën e Muharremit. Sonte është nata e parë, por para se të fillojmë për të treguar për ngjarjen e Kerbelas, duhet të fillojmë nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ngadalë derisa të arrim tek momenti kur Imam Huseni alayhis salam niset për në Kerbela, që të kuptojmë sa më mirë pra se për çfarë u bë Kerbelaja dhe kush ishte pozita e Husenit dhe pse është aq e rëndësishëm ai. Profeti i fundit, siç dihet, ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte krijesa më e lartë që ka krijuar Allahu. A nuk ka njeri që arrin nivelin e tij, qoftë në dije, qoftë në dashuri, qoftë në përkushtim, në drejtësi, qoftë në sakrificë, qoftë në mirësjellje, qoftë në mëshirë. Pra ishte njeriu më i përkryer që ka krijuar Allahu sallallahu. Pra është i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartëmadhëruar në Kur'anin fisnik për të thotë: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ti posedon morale të larta. Dhe në ajet tjetër thot: Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Në surën Tauba ajeti 128, ju ka ardhur një i dërguar nga mesi juaj që i rëndojnë atë ajo që ju mundon juve, është kujdesshëm ndaj jush. Dhe besimtarëve është i butë dhe mëshirues. Ky është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe i dërguari i Allahut ishte mjaft i mëshirshëm me njerëzit, ishte mjaft i sjellshëm, ishte mjaft i durueshëm. Dhe Allahu thot nga mëshira e Allahut u tregove i butë ndaj tyre. Po të ishe i ashpër dhe i vrash në zemër, ata do të largoheshin prej teje. Prandaj vëllezër dhe motra, nuk thirret në Islam me harbutëri. Nuk thirret në Islam me zë të lartë, nuk thirret në Islam duke u lëritur dhe duke i shikuar të gjithë me një vrentje në fytyrë, por në Islam thirret me dashuri. Të gjithë njerëzit janë krijesa të Allahut, të gjithë janë një me ne në krijim, dhe të gjithë duhet të shikojmë si krijesa të Zotit dhe të sjellemi butë me ta. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allahi wal yawm al akhir dhakara Allahu kathira. Në të vërtetë që keni një shembull të shkëlqyer të i dërguari i Allahut për çdo që shpreson në Allah dhe ditën e fundit dhe e përmendet shpesh. Shembulli për ata që duan Allahun, që duan të takojnë faqebardhët në ditën e Kiametit, është i dërguari i Allahut. Nëse duam të bëhemi njerëz të mirë, duhet të bëhemi si i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, jo si Jezidi. Me të vërtetë, për thotë Allahu, keni shembull të shkëlqyer tek i dërguari i Allahut, është mjaft e qartë. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Subhanallah. Pra, ne nuk të dërguam vetëm se mëshirë për botët. Ky është i dërguari i Allahut, mëshirë për botën, rahmatan lil alamin. Jo harbutëri, jo ashpërsi. La ikraha fi din, nuk ka detyrim në fe. Çdo gjë bëhet me dashuri. Në rast se e pranon zemra, atëherë do të vi ta besoj Zotin. Dhe vetëm fjalët që dalin nga zemra i prekin zemrën. Dhe jo fjalët që dalin nga një nefs i përvluar nga flaka e egoizmit. E tani ky njeri kaq i lartë, kaq i dashur, kaq i mëshirshëm, çfarë kërkon shpërblim për gjithë këtë mirësi që i ka bërë njerëzimit? Çfarë ka kërkuar njerëzve? Për këtë thot mjaft qartë i dërguari i Allahut:
thot mjaft qartë Kurani Kerim për të dërguarin e Allahut. Kul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Nuk kërkoj për ju si shpërblim asgjë tjetër përveç dashurisë për të afërmit të mi, për ehli bejtin. Dhe në rast se duam ta dimë se çfarë do thotë dashuria në Islam, se cili është kuptimi i dashurisë së vërtetë, pra ai që do Allahun, që është pra motivi i të gjitha njerëzve, pra të duar Zotin është motivi i të gjithë krijesave të Zotit. Në ajetin 31 të surës Ali Imran, Allahu thot: "Kur in kuntum tuhibbuna Allah", nëse doni Allahun, atëherë fattabi'uni, a binduni të dërguarit të Allahut, yuhibbukumullahu yaghfir lakum dhunubakum. Binduni të dërguarit të Allahut, që të dojë Allah dhe t'ju falë mëkatet tuaja. Pra kjo është dashuria. Dashuria është bindja të dërguarit të Allahut, se në të vërtetë duke ju bindur të dërguarit të Allahut, je bindur Allahut vetë krijuesit, se ai është i dërguari i Allahut për të na treguar rrugën drejt mirësisë, për të na treguar rrugën e vërtetë drejt plotësimit të njeriut, për të qenë një njeri kamil, një njeri i përsosur, me të gjitha tiparet e mira që mund të ketë një njeri, një human i vërtetë. Atëherë të duash Allahun, që është motivi i çdo besimtari, është i bindesh të dërguarit të tij. Dhe tani, a vërtet mendoni që ky njeri kaq i lartë e kaq i mëshirshëm, që çdo gjë që fliste nga ana e Allahut, në momentin para se të ndronte jetë, e la umetin e tij në udhkryq pa caktuar një kryetar për ta? Kurrë në kurrës. Nuk mund të ndodhë diçka atje, sepse bie ndesh me ajetet e Kuranit. Bie ndesh me rahmetan lil alamin. Kurse si, ky njeri që është kaq i budh, rauf, rahim me besimtarët, të lëre ata në katër rrugë, dhe të mos i udhëzoj. E dërguari Allahut, gjatë gjithë jetës së tij, e ka prezantuar se kush është pasardhësi i tij. E ka treguar se çfarë duhet ndjekin besimtarët në mënyrë që të mos devijojnë. Dhe ka shumë hadithe pra që tregojnë se Aliu është ai që duhet të ndiqet pas së dërguarit të Allahut. Dhe mos të keq kuptohemi kur themi Aliu alayhis salam. Alayhis salam do të thotë paqja qoftë mbi të. Kur thua alayhis salam nuk do të thotë që është profet. Sepse çdo ditë kur takojmë njërin tjetrin themi paqja qoftë me ty, selam alejk. Aleikum selam. Dhe mbi ty qoftë paqja. Atëherë çfarë problemi ka? Jeni gjë pejgamberne që na themi selam aleikum njëri tjetrit. Pra, i dërguari i Allahut e ka treguar gjatë profetësisë së tij se pas tij është Aliu. Pra ai ka thënë sallallahu alaihi wasallam për Aliun alayhis salam që ti për mua je në pozitën siç është Haruni për Musain. Vetëm se pas meje nuk ka profet tjetër. Por çfarë ka qenë Haruni për Isain alayhis salam, për Musain alayhis salam? Për këtë mund të hapni Kuranin, sepse nuk dua të zgjatëm shumë. Do të shikoni çfarë do lloj gjëje që ka qenë Haruni për Musain, ashtu është dhe Aliu për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Përveç faktit që nuk ka profet pas të dërguarit të Allahut. Në surën Maide, ajeti 67 thuhet: "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalata." Që do thotë, o i dërguar, kumtoje ato që të ka zbritur nga Zoti yt, dhe nëse nuk e bën, atëherë nuk e ke kryer misionin tënd profetik. Për çfarë bëhet fjalë të dashur vëllezër? Në haxhin e lamtumire së dërguarit të Allahut i zbret ky ajet. Dhe çfarë bën i dërguari i Allahut? Në një vend të quhet Gadir al-Khum, rrugës në kthim nga Meka dhe aty ku ndahen rrugët për në Medinë dhe për në viset e tjera ku shkon në Irak e tjera, i mbledh haxhilerët, i vendos pra në një vend të caktuar
dhe e merr dorën e Aliut para të gjithëve dhe thot: "Men kuntu maula fa hadha Aliyun maula." Për këdo që unë jam prijes, jam maula, jam kujdestar, Aliu është prisi dhe kujdestari i tij. Dhe pastaj zbret ajeti i Kuranit, ku thot: "El yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islaman dinan." Pra sot ju kam përkryer fen tuaj dhe kam plotësuar ndaj jush mirësinë time dhe dhuntinë time dhe kam zgjedhur për ju Islamin fe. Pra këtu u plotësua feja e Islamit. Pas së dërguarit të Allahut u përzgjoll dhe pasuesi i tij që ta ndjekin besimtarët pas së dërguarit të Allahut, në mënyrë që të interpretoj për ta traditën, sunetin e të dërguarit të Allahut dhe të interpretoj për ta Kuranin ashtu siç ka mësuar i dërguari i Allahut. Sepse i dërguari i Allahut ka thënë: "Ana Madinatul ilm wa Aliyun babuha." Unë jam qyteti i dijes dhe Aliu është porta e tij. Man arada al-ilm, dhe kush kërkon dijen, le ta kërkoj atë nga nëpërmjet Aliut. Dhe në ato ditë të gjithë muslimanët i dhanë bejatin Aliut dhe përgëzuan të bakhen ja Ali, lumë për ty o Ali, dhe i dhanë dorën për të dhënë besën si prijes i besimtarve. Dhe në një vend tjetër, në Kuranin fisnik, i dërguari Allahut thot: "A'udhu billahi minash fani." Allahu xhaleshanuhu thot: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innama waliyukum Allahu wa rasul." Në të vërtetë thot, kujdestari juaj është Allahu dhe i dërguari i tij. Walladhina amanu, dhe ata që besojnë. Alladhina yuqimuna as-salat, ata që falin namazin. Wa yu'tuna az-zakat wa hum raqi'un, dhe japin zakatin, që ndryshe interpretohet si lëmosh, kur janë në ruku. Asë do të shikojmë pra tefsirin e Kuranit dhe përcjellet që janë traditat e profetit rreth kësaj ngjarje, thuhet që ai person që ka dhënë sadaka, ka dhënë lëmosh kur ka qenë në ruku, është Ali ibn Abi Talib. Pra kur erdhi i varfri në xhami dhe kërkoi ndihmë dhe askur se ndihmoi, në momentin kur Aliu ishte në ruku, ajo përkula që vendosën duart mbi gjunjë, e zjati dorën e tij për t'i dhënë unazën, pra si lëmosh. Pra është mjaft e qartë se çfarë ka thënë i dërguari i Allahut me urdhër të Allahut, sepse vetëm Zoti e di se çfarë ka në zemrat e njerëzve. Dhe vetëm Allahu xhaleshanuhu mund të përcaktojë se kush duhet të jetë prijes i besimtarëve, ashtu siç ka caktuar dhe të dërguarin e Allahut si të dërguar, në po të njëjtën mënyrë dhe në po të njëjtën logjikë dhe në po të njëjtën argument, duhet të caktohet edhe prijesi i besimtarëve për ummetin, sepse askush nuk i njeh zemrat e njerëzve përveçse Allahut. Tani, për ta ditur se kush është Ehli Bejti. Ehli Bejti është Aliu, Fatima Zahra, e bia e profetit sallallahu alaihi wasallam, Hasani dhe Huseini, dhe për këtë ka shumë transmetime. Dhe çfarë thot Kurani për ta? Innama yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-rijs ahla al-bayt wa yutahhirukum tathira. Vërtet Allahu dëshiron që të largoj për jush papastërtinë o familje o Ehli Bejt, dhe t'ju pastroj juve me pastrim të plot. Pra Ehli Bejti, këta persona janë të pamëkat, janë të pagabueshëm, jo se kështu i krye Allahu, por sepse këta e kanë flijuar nefsin e tyre. Ata janë aq të zhvilluar sa nuk shohin asgjë tjetër përveçse Allahut. Pra çdo vepër që është në kundërshti me ato që urdhëron Zoti, ato të shikojnë si ulët. Dhe nuk kanë asgjë tjetër në zemrën e tyre vetëm se dashurinë dhe bindjen ndaj Allahut. Dhe çfarë ka thënë i dërguari i Allahut pra? Për Fatima Zahran, ka thënë që Fatima Zahraja është pjesë e imja, do jam pjesë e saj.
ai që e mërzit Fatima, më ka mërzitur mua dhe Allahun. Më këdo që Fatima Zahra është e zemëruar, unë dhe Allahu jam i zemëruar me të. Çfarë ndodhi me fatin e Fatima Zahras? Ku ndodhet varri i saj? Çfarë ka ndodhur me të? Sa për ju që din këtë gjë? Ju lutem hulumtoni për këtë gjë. Dhe me kë ka qenë e zemëruar. Dhe për të ditur më shumë se kush është Aliu. Pse u zgjodh Aliu imam? Çfarë ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në luftën e Hendekut? Një goditje e shpatës së Aliut në luftën e Hendekut vlen më shumë se ibadeti i të gjithë gjindëve dhe njerëzve deri në ditën e Kiametit. Dhe Allahu nuk e ka krijuar njerëzit dhe gjinët vetëm se për ta adhuruar atë. Pra, ky është Aliu. Pra një goditje e shpatës së tij vlen më shumë se çfarë? Ibadeti të gjithë njerëzve dhe gjindëve deri në ditën e Kiametit. Prandaj nuk mund të krahasohet Aliu me të tjerët. Përveç se me të dërguarin e Allahut, sepse dërguari i Allahut është njeriu më i lartë që ka krijuar Zoti subhanahu wa taala. Ka të krahasuar me të dërguarin e Allahut. Aliu sillet si fëmijë para të dërguarit të Allahut, pavarësisht se ishte një luan, ai ku kthehet nga ekspeditat që e niste i dërguari i Allahut, që nga larg zbriste nga kali dhe u vraponte drejt tij, dhe ja puthte duart. I thoshte, a je i kënaqur me mua, është i kënaqur me mua i dërguari i Allahut dhe Allahu. Shko Ali, i thoshte i dërguari i Allahut, me ty jam i kënaqur unë dhe Allahu. Pra ky ishte Aliu përballë figurës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në një vend tjetër, në luftën e Uhudit, çfarë ndodhi të nderuar vëllezër dhe motra? Që nxirret në pa figura Aliut. Të gjithë e lanë vetën profetin sallallahu alaihi wasallam. U larguan, u arratisën, e tradhtuan profetin. E lanë vetën që mushrikët ta vrisnin. Kush qëndroi pranë tij? Aliu. Aliu qëndron pranë tij. Për të sakrifikuar jetën për të, për të dërguarin e Allahut. Sepse për të nuk ishte asgjë më të dashur se sa i dërguari i Allahut. Dhe çfarë tha i dërguari i Allahut? La fata ila Ali, wala sayfa illa dhul fiqar. Nuk ka trim si Aliu dhe nuk ka shpatë si Zulfikari. Po ashtu edhe për betejën e Khaybarit. E provuan shumë të tjerë më parë. Askush nuk mundi ta merrte. Të gjithë u kthyen të thyer. Dhe dërguari i Allahut tha, nesër do të jap flamurin një njeriu i cili e do të dërguarin e Allahut dhe Allahun, dhe Zoti dhe dërguari i tij e duan atë. Dhe ai nuk do të kthehet derisa të dalë fitimtar. Dhe Aliu nuk ishte njëri që kthehej pas. Ai kishte një kal të vjetër plak. Thanë, pse nuk merr, thanë, një kal të ri, të shpejtë, të fuqishëm. Dhe Aliu tha, unë nuk jam një njëri që arratisëm nga lufta. Dhe as nuk jam një njëri që ti ndjek nga pas ata që lën luftën dhe ikin e largohen. Pra ky është Aliu. Me urdhër të dërguarit të Allahut, shkonte atje ku ai i thoshte dhe nuk kthehej kurrë para kryer misionin e tij, me bindjen më të plotë, me sakrificën më të madhe. Pra ishte njeriu më i bindur ndaj të dërguarit të Allahut. Dhe ashtu siç thamin kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Pra nga të tjerët ishte ai që donte më shumë Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe Aliu u martua me Fatimën Zahra, atë bijen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thuhet që nëse nuk do të kishte Ali, atëherë nuk do të kishte njeri në botë deri nga dita e parë deri në ditën e Kiametit që do të ishte i denj për të martuar me Fatimën, përveç Aliut. Tregon për pozitën e këtyre dy njerëzve të lartë. Së bashku me Hasanin dhe Husenin, janë pjesë e ehli bejtit për të cilin Allahu thotë që janë të pastur pa mëkat.
Por çfarë ka thënë i dërguari i Allahut për Husajnin? Ka thënë Husajnun minni, ana min Husajn. Husajni është prej meje dhe unë jam prej Husajnit. Allahu e do atë që e do Husajnin. Për tjetër ka thënë Husajn safinatu najat wa misbahul huda. Husajni është anija e shpëtimit, dhe kandili i udhëzimit. Tjetër çfarë ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam? Unë lë pas meje për ju dy gjëra që po t'i ndiqni nuk do të devijoni kurrë. Kuranin dhe Ehli Bejti. Sepse Ehli Bejti është ai që e shpjegon më së miri traditën profetike. Është ai që e shpjegon më mirë atë që ka dashur të thotë i dërguari i Allahut. Është ai që e shpjegon më mirë interpretimin e Kuranit. Sepse Aliu alayhis salam është edukuar i tij. Kur nuk ka bërë shirk, kur nuk ka bërë një mëkat. A është më drejtë të ndiqë një njeri që nuk ka bërë mëkat, apo një njeri që ka bërë mëkate? Sigurisht ai që është i pastër. Dhe Allahu e di më së miri se kë duhet të zgjedh pra si prijes të besimtarëve. Për pasojë, mas ndrimit të jetës së dërguarit të Allahut, në shtrat, para se të ndronte jetë në shtratin e vdekjes i dërguari i Allahut, tha me sjellni një letër në mënyrë që unë të shkruaj për ju diçka që ju të mos devijoni. Çfarë thanë për të dërguarin e Allahut? Ky po flet për çart, e ka kapur dhimbja e vdekjes dhe po flet për çart. Më thoni, a është drejt të flitet kështu për të dërguarin e Allahut, ndërkohë që Zoti thotë ai nuk flet nga vetja? Si do të vepronit ju nëse dikush do të fliste kështu për babain tuaj kur është në shtratin e vdekjes dhe kërkon të lërë amanet? Sigurisht nuk do të vinte mirë. Dhe ndodhi çfarë ndodhi? Kalifu bë dikush tjetër, e harruan shumë shpejt urdhrin e të dërguarit të Allahut, me zbritje me shpallje nga Allahu, men kuntu maula fa hadha aliyan maula, dhe ndodhen ato që ndodhen. Më njëherë pas të dërguarit të Allahut, ndodhi tragjedia e ndrimit tjetër të Fatimës Zahras, për të cilën duhet të humbtoni vëllezër dhe motra me kujdes të madh. Të shikoni me kë ishte zemëruar Fatima Zahra, që të kuptoni se me kë ishte zemëruar pastaj i dërguari i Allahut dhe Allahu vetë. Dhe pse nuk dihet varri i saj sot se kur është? Për çfarë arsye? Për çfarë arsye e la amanet Aliut që ta varroste natën pa marrë vesh askush, që disa persona të mos vinin tek varri i saj. Dhe pastaj pasi u vra Uthmani, që kishin pak kënaqësire muslimanët, atëherë të gjithë u mblodhën dhe kërkuan me dhunë pra që Aliu të bëj prijes i tyre, të bëj halif. Dhe kështu pasi Imam Aliu u bë halif, shumë luftra u ngritën kundër tij. Ku e para ishte lufta e Devës, ku njëra nga bashkëshortet e dërguarit të Allahut, nëna besimtare Aisha, së bashku me Zubairin dhe Talhan, që ishin sahabë të shquar, u ngritën në luftë kundër tij. Dhe Aliu pasi imposhti me që Aisha ishte nënë e besimtarëve, dhe si duhet të sillesh me nënën, për nëna kur nuk hidhet poshtë, për nuk bëhet, nuk shahet nëna. Ajo që bëri Aliu alayhis salam, e mori dhe e ktheu në Medinë, pavarësisht se ajo ishte gabim. Nëna mund të jetë gabim, ama nuk shahet. Respektohet dhe dërgohet në vendin e saj. Pra kjo ishte lufta e parë kundër Aliut. Dhe më pastaj Muavija, i biri i Sufjanit, që ishte armik i përbetuar i profetit sallallahu alaihi wasallam, që luftoi kundër tij, u ngrit në luftë me pretekstin e gjakut të Uthmanit kundër Aliut, që ishte halifi i kohës. Dhe u zhvillua betejë e Devës, betejë e Sifinit. Dhe pas betejës së Sifinit, pastaj Imam Aliu alayhis salam u vra, në fakt bëri dhe një luftë
Havarijët, të cilët u ngritën kundër të gjithë muslimanëve, e themi ishin mjaft ekstrem. Me pas luftës me ta, një natë Ibn Muljemi, i mallkuar me një shpatë të helmuar, e goditi pryesin e besimtarëve Aliun a.s. kur ishte në sejdë në xhaminë e Kufës dhe përpasoj ai ndroi jetë. Pra po i themi shkurtimisht këtë histori në mënyrë që të dalin tek Kerbelaja, sepse çdo temë ka nevojë për shpjegime të shumta. Dhe pas Imam Aliut, imam pra ishte Hasani, sepse imamët prezantohen nga njëri tjetri, brez pas brezi. Dhe Imam Hasani a.s. u bë pra khalif pas Imam Aliut. Ushtria e tij nuk e mbështeti, vetëm një numër shumë i vogël mbeti pas tij, që ishin shijat e tij, ndjekësit e tij të sinqertë. Dhe ai u detyrua që të bëj paqe me Muavijen dhe i kaloi atij pushtetin në mënyrë që të ruante shijat të mos vriteshin pra fedainet e tij, me kusht që Muavija pushtetin pasi ndrodha jetja lind të Husenit, të vëllait e Imam Hasanit a.s. dhe me kusht që të mos vendoste pas vetës së tij si kalif Jezidin e mallkuar, dhe të mos i vriste shiitët, pasuesit e Ehlul dhe të mos e fyente Aliu në përhytje siç bënin në kohën e Muavijes. Pra, Aliu fyhej në përhytje, ky njeri kaq i lartë, në të cilën i dërguar i Allahut tha që men kuntu maula fa hadha Aliun maula. Dhe çfarë ndodh pas kësaj? Dihet që Muavija absolutisht nuk mbajti asnjë premtim. E përveç kësaj, e urdhëroi njërin nga gratë e Imam Hasanit, duke i dhënë para e duke premtuar se do të martohej me djalin e tij Jezidin, i tha helmoje Hasanin, dhe unë do të jap këto para dhe Jezidin do martohesh. Dhe ajo bën këtë gjë dhe Imam Hasani helmohet dhe ndron jetë. Dhe pas Imam Hasanit, atëherë imameti i kalon Imam Husenit a.s. Pasi që thamë i dërguar i Allahut për Husenin ka thënë që Husenun minni wa ana min Husein, Huseni është nga unë dhe unë jam nga Huseni, e do Allahu atë që do Husenin. Dhe për Hasanin dhe për Husenin ka thënë që këto janë zotërinj e të rinjve të banorëve të xhenetit. Por janë pjesë e Ehlul Bejt, janë të pagabueshëm, janë të pastër. E njerëzit me moralin më të lartë, ata që kanë trashëguar nga i dërguari i Allahut, dijen, moralin e tjerë e tjerë. Pra këta njerëzit më të lartë u gjendën përballë këtyre oportunistëve të cilët nuk mendonin gjë tjetër vetëm se për para dhe pushtet, dhe donin të shkatronin Islamin. Dhe pikërisht këtu mbasi ndron jetë Muavija, ja lë pushtetin pra duke shkelur çfarë do lloj marrëveshje, çfarë do lloj premtimi që i kishte bërë me Hasanin alayhis salam, e vendosi si pasardhës, pra kalif, vendosi Jezidin. Dhe pikërisht në këtë moment fillon dhe lëvizja Imam Husenit alayhis salam, së pari duke u larguar nga Medina sepse ndjehej i kërcënuar, sepse i kërkonin të merrnin bejatin dhe ai nuk e jete sepse Jezidi ishte një njeri i shturur, dhe shkon për të bërë haxhin, dhe pas haxhit, pasi merr letrat e ftesës nga Kufa, nga banorët e Kufës, niset për në Kufa. Pra bën një hyrje të përmbledhur të historisë islame, që nga i dërguari i Allahut deri në momentin kur imameti i kalon Imam Husenit alayhis salam, në mënyrë të përmbledhur shkurtimisht, ku shumë gjëra ka nevojë për sqarime. Dhe bëra këtë me qëllim që të kemi një kuptim se për kë bëhet fjalë, pas kush është Huseni, dhe kush është rëndësia e tij, dhe kush janë të tjerët që do të vinë përballë tij. Dhe inshallah në vitin e radhës, që do të kemi 10 ditë që do të merrem me këto punë, do të tregojmë se kush janë ata që e ftuan Imam Husenin, çfarë do të thotë shia, çfarë lloj shiash kishte në atë kohë,
kush urdhëroi për vrasjen e Husajnit? Pse Husaini a.s. nuk pranoi të jepte bejatin Yazidit? Çfarë ka thënë ai personalisht për këtë gjë? Cila ishte arsyeja që i ngrit kundër tij dhe pse shkoi drejt Kufës? Dhe se çfarë ndodhi pastaj me familjen e të dërguarit të Allahut, pra me bijt dhe bijat e Aliut dhe Fatimës, salamullahi alejha, dhe çfarë bën këta kriminal me familjen e të dërguarit të Allahut. Për këtë do të na ndiqni inshallah në videot e ardhshme. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.